qytetar të degës 16 Astier. Mirë se erdhët në këtë takim të përgatitjes së protestës së 22 dhjetorit të Partisë Demokratike dhe mbar qytetarëve të Shqipërisë. Në këto kohë të vështira të Shqipërisë tonë, dua fillimisht t'ju ftoj që së bashku të ndërrojmë himnin kombëtar. Më shumë se kur, brezi im duhet të reagoj. Bashkëmoshatarët e mi janë sot në rrezik, si kur shkojnë në shkollë edhe si jashtë saj. Shumë nga shokët e mi, sigurisht dhe shoqet e mia përfshirë dhe veten, po largohen nga vendi dhe kam dëshirë të largohen prej këtej, sepse sot më shumë se kur është bërë jashtëzakonisht e vështirë të jetosh në Shqipëri, për shkak të rritjes së çmimeve dhe pasigurisë. Është e qartë se këto probleme nuk do vinë na i zgjidhë dikush. Këto probleme duhet i zgjidhim vetë. Zgjidhja e vetme është bashkimi ynë dhe reagimi qytetar përmes protestës kundër një qeverie që na vjedh dhe na detyron të largohemi nga vendi ynë. Pa e zgjatur shumë, kam nderin t'i jap fjalën kryetarit të Partisë Demokratike të degës 16, zotit Eduard Rexha. Mirëmbrëma të gjithë, përshëndetje banorëve të njësisë 14 dhe degës 16. Mirëmbrëma të gjithë ju që ndjetë të jeni pjesëmarrës në këtë takim dhe ju falenderoj përzemërsisht që dega jonë, struktura e degës, antarësia e degës 16 është për të marrur shembull. Ju jam falenderues dhe gatishmërinë tuaj në çdo kohë dhe në çdo mod. Jam shumë entuziast për praninë tuaj. Besoj me datën 22 do jemi edhe më shumë. Siç dhe të gjithë e dim, shohim dhe përjetojmë çfarë po ndodh në këtë qeverisje. Çdo protestë e jona, kauzat tona për hajdutërinë, për padrejtësinë ndaj nesh, për çdo të keqe që na ka ardhur nga kjo narkoqeveri, po vërtetohet. Dhe zëri jon po ushton dhe do të ushtojë më shumë deri në rrëzimin e kësaj qeverie. Të hënën me 22 dhjetor, ora 18, unë dhe familja ime, banorët e degës 16 dhe i gjithë populli shqiptar do t'rregoj që është i jetur për liri, demokracinë e tyre dhe vendit tyre. Ti tregojmë me Tiranës se populli i Unazës Re kur se ka rruar çka ka ndodhur. Nuk e kanë harruar shembjet e shtëpive të tyre, as burgosin e tyre. Nuk kanë harruar përfitimet e miliona euro për Unazën e Re duke nxjerrë nga shtëpitë në rrugë banorët. Nuk na ngjelet më çfarë të themi, përveç se të lutim e të jemi sa më shumë në protestet madhështore me datën 22. Ju falenderoj nga zemra dhe ju pres të gjithëve. Zëri jonë do dëgjohet. Fitore! Dhe tani kam nderin t'i jap fjalën zotit Nikola Kedi. Mirëmbrëma të gjithëve. Në mendjen time, fjala Astier është asociuar, është e lidhur në mënyrë të pasgjithshme me fjalët qëndres, protest, revolt, dignitet, liri. Të pakta janë protestat aq të qëndrueshme sa protesta e banorëve të Astierit. Të pakt njerëzit guximtar që ngrihen jo sepse është e thjeshtë, po sepse është e drejtë. Isha shumë i lumtur kur Klevisi më kërkoi që të mbaja një fjalë këtu, sepse është gjithmonë mirë të jesh mes, të paktën unë, po jam i sigurt dhe ju ndiheni po aq mirë sa dhe unë kur jeni mes demokratë dhe qëndrestar.
mes demokratëve qendrestar, mes demokratëve që frymëzojnë. Demokratët gjithmonë kanë ditur të jenë në anën e drejtë e historisë. E kanë bërë këtë 45 vite me radhë, e kanë bërë këtë kur ishin në burgjet e diktaturës, e kanë bërë këtë kur ishin edhe përpara vdekjes. Asnjëherë nuk janë përkulur dhe nuk janë përkulur as 45 vitet e diktaturës dhe as 35 vitet në momentet më të vështira të këtij tranzicioni që ende vazhdon. Pra, demokratët shqiptarë janë ana e drejtë e historisë në Shqipëri. Sot vi këtu pasi vizite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në disa takime në Kongresin Amerikan, dhe e dini se çfarë perceptimi pata atje, i cili ma biti me thënë të drejtën. Ka një pritshmëri shumë të lartë ndaj demokratëve shqiptarë. Ndryshimi në Shqipëri nuk do të vi nga jashtë. Unë jam i bindur dhe mendoj që dhe demokratët shqiptarë janë të bindur. Ka një pritshmëri që demokratët shqiptarë do të ngrihen në mënyrë të pakthyeshme dhe do të marrin fatet e vendit në duart e veta. Ka një ndryshim në politikën ndërkombëtare ndaj qeverisë shqiptare, kjo është e dukshme, është shumë e qartë. Duhet të marrim neve vendimin që të ngrihemi në lartësinë e sfidave që kërkon Shqipëria dhe të pritshmërisë që kanë të ndërkombëtarët nga ne. E vetmja mënyrë që të ketë një ndryshim në Shqipëri është nëse presioni që vjen nga jashtë shoqërohet me presionin që vjen nga brenda dhe nuk mund ta bëjë askush tjetër veç demokratëve shqiptarë. Nuk ka nevojë t'ua shpjegoj unë sepse kjo është një qeveri anti-shqiptare. E prekim të gjithë për ditë, e prek çdo qytetar shqiptar që vete përballet me çmimet e larta. Unë jam i bindur që askush prej ne sot nuk mund të përballoj dot të blejë një apartament në Shqipëri. Jam i sigurt që të gjithë përballen me çmimet e ushqimeve dhe me kosto në rritje të jetesës. Unë jam gjithashtu i bindur që të gjithë e dimë se ku shkojnë taksat tona. Pam tani kalimin e buxhetit dhe pam se ku shkojnë, na u tha që ky është buxheti më i madh në histori dhe është e vërtet. Janë taksat më të mëdha ndonjëherë të qytetarëve shqiptarë që ne të gjithë i heqim nga vetja dhe për çfarë përdoren. Thonë një shifër 100 milion euro bonus për pensionistët. A e dini se sa është bonusi për pensionistët? 34 cent në ditë, më pak se një pako kokoshka. Ndërkohë, ku shkojnë parat këto taksat më të mëdha ndonjëherë të mbledhura? Shkojnë tek PPP-t, tek tenderat, të cilat ne e pam se si nga përgjimet që dolën tani e pam se si shpërndahen. 126 milion euro shkojnë vetëm për PPP-t vitin tjetër. Ndërkohë 100 milion euro për pensionistët pjesëtohen me 791.000 pensionistë. 126 milion euro nga taksat shqiptare pjesëtohen me pak njerëz në duart e cilëve shkojnë këto tendera. Astiri e ka kuptuar situatën në Shqipëri më herët se gjithë të tjerët. E kanë kuptuar kur janë ngritur në protesta, e kanë kuptuar kur nuk janë trembur përballë kërcënimeve, shantazheve dhe kanë vazhduar kauzën e tyre të drejtë dhe unë jam i bindur që ditën e hënë banorët e Astirit do të jenë aty duke prirë ndryshimin, ashtu siç demokratët do jenë duke i prirë ndryshimit në mënyrë të pakthyeshme nga dita e hënë dhe në vazhdim. Ne do të protestojmë jo vetëm për padrejtësitë që bëhen në këtë vend, por dhe për të dhënë një mesazh shumë të qartë dhe me zë shumë të lartë ditën e hënë, që Shqipëria nuk do të qeveriset përgjithmonë nga frika, nuk do të qeveriset përgjithmonë nga krimi, nga varfëria. Demokratët janë gati të marrin përgjegjësitë, demokratët e kanë qeverisur këtë vend dhe më përpara, kanë bërë arritjet më të mëdha në këtë vend dhe më përpara dhe janë të gatshëm të marrin fatet e këtij vendi në duar edhe një herë për të garantuar shqiptarëve që ditët më të mira të Shqipërisë janë ende përpara. Ndaj unë dua ta mbyll me një ftesë që të gjithë së bashku të jemi në bulevard ditën e hënë për të dhënë një mesazh shumë të qartë ndaj të gjithëve që me demokratët shqiptarë dhe me qytetarët shqiptarë nuk mund të tallesh më. Faleminderit. Tani kam kënaqësinë t'ia jap fjalën zonjës Luljeta Shehaj. Mirëmbrëma të nderuar miq, mirëmbrëma qytetar, dhe faleminderit që jeni sonte këtu bashkë me ne.
shtu edhe më shumë dhe 100 herë më shumë të jemi të hënën në orën 18 para kryeministrisë. Sot nuk jemi këtu vetëm si antar të një force politike, por si qytetarë që ndjejnë përgjegjësinë për vendin e tyre. Shqipëria po kalon një periudhë të vështirë, ku shumë familje përballen çdo ditë me pasiguri ekonomike, mungesë shpresë dhe ndjenjen se zëri i tyre nuk po dëgjohet. Problemet janë të prekshme, rritja e çmimeve, vështirësitë për të rinj që po largohen çdo ditë nga vendi, mungesa e mbështetjes reale për shtresat në nevojë dhe një klimë ku korrupsioni dhe papërgjegjshmëria kanë lodhur qytetarët. Këto nuk janë thjesht statistika, por janë histori reale të njerëzve tanë. Partia Demokratike ka qenë dhe duhet të mbetet zëri i tyre që nuk dorëzohen. Sot më shumë se kurrë, ky vend ka nevojë për transparencë, drejtësi të vërtetë, institucione që funksionojnë dhe një ekonomi që shërben për të gjithë, jo vetëm për një pakicë. Kjo arrihet vetëm me bashkim, punë të ndeshme dhe këmbgulje. Ne nuk duhet të lodhemi së foluri, së dëgjuari dhe së vepruari, sepse Shqipëria meriton më shumë. Qytetarët tanë meritojnë më shumë dhe ardhmja nuk ndërtohet duke heshtur, por duke u përballur me realitetin. Sot nuk është vonë. Të gjithë të ngrihemi në protesta të fuqishme, të largojmë këtë fart keqe që po na zë, na ka zënë çdo derë dhe po na ikin fëmijët, Shqipëria po shatiset. Të gjithë të hënën në protestën e madhe. Faleminderit. Dhe tani së fundmi, kam nderin të jap fjalën deputetit të zonës, zotit Klevis Balliu. Përshëndetje të nderuar qytetar, të nderuar demokrat të Degës 16, banor të Unazës, banor të Astirit, të nderuar miq të ftuar, është nder, kënaqësi dhe privilegj të jem sot mes jush dhe është nder, krenari dhe privilegj që përfaqësoj këtë zonë. Sepse kjo është një zonë e cila ka treguar se përballë pushtetit dhe narkoshtetit nuk e ul kokën, po përballet me çdo mjet dhe me çdo mënyrë. Përballet në formën më demokratike, përballet me të keqen pa u trembur, pa u kthyer pas, pa bërë asnjë hap pas, sepse është me drejtën dhe është me të vërtetën. E të përfaqësosh këta qytetar, këta luftëtar në parlament, nuk mund t'i përfaqësosh ndryshe përveç se duke luftuar dhe duke bërë betejë, qoftë në parlament, qoftë në rrugë dhe kudo tjetër. Të nderuar miq, Partia Demokratike, opozita e djathta dhe pluralizmi, pak vite më parë i erdhi një sulm i jashtëzakonshëm. I erdhi një sulm nga perandoria e së keqes, perandoria George Soros, e cila kërkoi ekzekutimin e opozitës duke arrestuar, duke sulmuar dhe duke bërë atentat liderit të së djathtës, liderit të opozitës, kryeministri tarshëm, profesor doktor Sali Berishës. Po pavarësisht gjithë akteve kriminale, pavarësisht gjithë presioneve, pavarësisht edhe arritjes së tyre për të vjedhur logon e Partisë Demokratike, logon e pluralizmit në Shqipëri, ne atë betejë e fituam. Shqipëria sot ka opozit, jo fal njërit apo tjetrit, po fal demokratëve, fal qytetarëve shqiptar. Shqipëria ka opozitën që Edi Rama nuk e donte, sepse është opozita që e frikson. Sot të nderuar miq, shikoni se çfarë ka ndodhur. Vetëm një individ, vetëm një institucion, siç është ai Akshit, arrin në pikën sa merr peng një biznesmen, Geron Meçe, dhe e çon segmentet e policisë, e çojnë atë te kryetari një organizate kriminale si Suel Qela. Arrin deri në atë pikë sa shteti përfshihet që të marri peng biznesmenët për të tërhequr nga tenderat, që tenderat pastaj t'i marri Baxhanaku i kryeministrit. Arrim deri në atë pikë
sa koordinatori i krimit organizuar menaxhoi 700 milion euro të taksave tuaja. Dhe cili është rezultati? Vetëm shishe vere ai i kishte 3 milion euro në kantinën e tij, në shtëpinë e tij. 3 milion euro vetëm shishe vere. Po kur vjen punat e pensionistët, s'kemi para. Kurse për këta 3 milion euro shishe vere. Sot 33-at e vendit tonë nuk blejnë dot një shtëpi, nuk marrin dot një shtëpi me qira, për shkak të çmimeve të kripura që vinë si rezultat i pastrimit të parave drogës në ndërtim. Ndërsa Lubi Balluku kishte 300 apartamente të marra si rishfet. Dhe çfarë ndodh? E gjithë qeveria sot është turrur të mbrojë Ballukun. Jo se qajnë halli në Ballukun, por sepse pas firmës së Ballukut është Edi Rama. Pas çdo afere korruptive është Edi Rama. Por sot kam një pyetje. Në qofse Ergjys Agasi kishte 3 milion euro shishe vere në shtëpinë e tij, në qofse Belinda Balluku pas ka 300 apartamente, sa para, sa pasuri ka mbledhur Edi Rama që ka pas përqindjen më të madhe në çdo aferë korruptive. Sa para ka sot familja që Akshin e quan kopshtin e vet privat. Sa para ka sot ai që ka firmosur 200 milion euro projektin e Unazës, 190 milion euro projektin e tunelit Llogaras, 80 milion euro rrugën Korçë-Ersek, 160 milion euro rrugën Qukës-Qafploç. Sa para ka ky njeri sot? Miliarda e miliarda që nuk di ku t'i çoj. Parat e kujt janë? Janë të gjitha parat e qytetarëve. Fusni duart në xhepa. Dhe kur i shikoni bosh, ka një arsye. Ajo arsye është Edi Rama. Por denoncimeve u ka ardhur fundi. Nuk ka më vlerë të denoncosh, nuk ka më vlerë të analizosh, se gjithçka ka dalur në dritë. Falë edhe mbështetjeve të aleatëve, falë edhe mbështetjes të partnerëve, po mbi gjitha falë mbështetjes qytetarëve shqiptar që kanë rezistuar, kanë qëndruar dhe kanë protestuar kurdo edhe në ditët më të vështira. Pavarësisht se mediat e pushtetit që paguhen me parat që u vidhen shqiptarëve, flasin çdo ditë, nuk kanë njerëz, ja ku i kanë njerëzit dhe do t'i shohin prap ditën e hënë përballë kryeministrisë më shumë se që kanë parë çdo herë tjetër. Të nderuar miq, pushteti që kemi përballë nuk ka të bëjë me politikën. Këta nuk janë një organizatë politike, këta janë një organizatë e mirëfillt kriminale, një organizatë që funksionon me koordinatorë të krimit, një organizatë që funksionon me pengmarrje. Nuk ka ndodhur kurrë as në vendet botës së tretë që shtetit përfshihet në pengmarrjen e biznesmenëve. Nuk ka ndodhur kurrë që krimi organizuar të çojë në parlament përfaqësuesit e vet. Për gjithë ata qytetarë që na ndjekin, që nuk janë strukturat e Partisë Demokratike, ju bëj këto pyetje. A është e vërtetë që në kohën e Partisë Demokratike kriminalët nuk shkonin në parlament, po shkonin në burg? Aldo Bare nuk kishte përfaqësues në parlament, po u mor u gjet në skuta ku ishte fshehur dhe u çua në burg. Dhe po njësoj do të sillemi me çdo bandit dhe kriminal, nga troplinët e xhabaftët, nga Sueli dhe kushdo tjetër, kushdo që ka kërcënuar qytetarët, kushdo që ka kërcënuar demokracinë, do të arrestohet, do të burgoset dhe do t'i konfiskohen gjitha pasuritë. Fjalët dhe betimet e Partisë Demokratike janë fjalë që mund të besohen, sepse ne, ndryshe nga partia që kemi përballë, nëse mund quhet të tillë, ne nuk drejtohemi nga individ të dashuruar pas pasurisë. Ne nuk drejtohemi nga individ të cilët janë të dashuruar pas interesit vet. Ne drejtohemi nga burra shteti. Ne drejtohemi nga Sali Berisha që liberalizoi vizat. Ne drejtohemi nga Sali Berisha që anëtarsoi Shqipërinë në NATO. Ne drejtohemi nga Sali Berisha që ndërtoi 12.900 kilometra rrugë dhe asnjë rrugë nuk është prishur sot e kësaj dite kur flasim, dhe rrugët ndërtoheshin me 4 milion euro kilometri, ndërsa vetëm këtu tek Unaza Lubia e ka ndërtuar me 20 milion euro kilometri. Dhe ja shikojeni se në çfarë standardi është. Ndaj të nderuar miq, ne mund të flasim me kokën lart. Për të gjithë ata që thonin pak muaj më parë, është shumë e vështirë të mundet Edi Rama, është shumë e vështirë të bie Edi Rama. Shikojeni pak sot Edi Ramën dhe Lubin. Sa shohin njerëz, fshihen. Sa shohin qytetar, fshihen.
janë të kënaqur të rrinë vetëm me njëri tjetrin, sepse kur je në krim, do të rish vetëm me kriminal. Nga qytetarët kanë frikë dhe për hir të vërtetës bëjnë shumë mirë që kanë frikë, sepse ka ardhur koha që ne me çdo mjet dhe me çdo mënyrë t'i largojmë ata. Për gjithë analistët e pavarur qeverisë që ngrejnë pyetjen, çdo të thotë me çdo mjet dhe me çdo mënyrë. Unë i kthej vetëm këtë përgjigje. Çdo mjet dhe çdo mënyrë është demokratike nëse qëllimi është që të shpëtosh demokracinë. Çdo mjet dhe çdo mënyrë është e ligjshme nëse ti do të respektosh ligjin dhe të mbrosh ligjin. Çdo mjet dhe çdo mënyrë është e drejtë nëse ti do të mbrosh drejtësinë. Dhe kjo parti, Partia Demokratike, i garanton çdo qytetari shqiptar se ne do të mbajmë fjalën tonë. I garanton se jo vetëm që do t'i çojmë para drejtësisë ata që kanë futur duart në xhepin tuaj, por do t'i konfiskohet cent për cent parat e tyre, sepse ato i takojnë qytetarëve shqiptar. Të nderuar miq, shumë shpejt, ditën e hënë, në datën 22, ora 18, ne jemi thirrur nga koha, jo nga qefi, jo nga dëshira, jo nga një parti. Neve na thret Shqipëria. Është një protestë kombëtare, sepse Edi Rama është problem kombëtar. Betejë me Edi Ramën nuk është betejë politike. Betejë me Edi Ramën është betejë patriotike. Është betejë për Shqipërinë, nuk është betejë thjesht për një qeveri apo një tjetër. Është betejë për të shpëtuar dritë dhe treja, të cilët sot e shikojnë të ardhmen vetëm jashtë. Jo zotri. Shqipëria është një vend që e ka bekuar Zoti, po e ka mallkuar e majta. Zgjidhja është e thjeshtë. Largojmë të majtën dhe të rinë shqiptarët. Të largojmë Edi Ramën dhe të rinë të rinë. Të largojmë ballukun që të rinë shqiptarët në Shqipëri. Ndaj të nderuar miq, ne duhet të bëjmë gjithçka. Të telefonojmë këdo, të kontaktojmë me këdo, që në datën 22 në orën 6 të jemi më shumë se kur. Astiri ka nevojë për shkolla, ka nevojë për kopshte, ka nevojë për qerdhe, nuk ka nevojë për geto. Astiri ka nevojë për dije dhe jo për drogën që sjellin bandat e krimit organizuar në Astir. Ndaj të nderuar miq, të dashur qytetarë të Astirit, qendrestar të Unazës, është momenti më kritik, është një moment historik. Sot duhet të ndajmë, do të ketë Shqipëri apo do të ketë Edvin? Do të kemi shqiptarë në Shqipëri apo do të kemi rilindasit e krimit organizuar? Ajo është në dorën tonë. Askush nuk do na i zgjidhi problemet tona. Askush nuk do t'i zgjidhi hallet tona. Problemet, hallet dhe vendi ton do duhet ta shpëtojmë vetë. Ajo nuk zgjidhet vetëm me fjalime, nuk zgjidhet me denoncime, po zgjidhet me akte konkrete. Ndaj e hëna nuk është ditë mitingu, po është ditë revolte. Revolt kundër korrupsionit, kundër vjedhjes, kundër krimit. Revolt për të shpëtuar vendin, për të shpëtuar Shqipërinë, për të shpëtuar shqiptarët. Miqtë e mi, shumë nga demokratët të cilët në 12 vite janë lodhur, shumë nga ata demokratë në veçanti ata që takoj më shpesh, demokratët e Degës 16, me cilët ka qenë është dhe do të mbetet gjithë jetën time privilegji më i madh i jetës time që kam patur mundësinë të punoj dhe të bashkëpunoj me demokratët e kësaj dege dhe me çdo demokrat në të gjithë Shqipërinë. Shumë prej tyre janë mërzitur, janë lodhur. 12 vjet opozit është vështirë, por një gjë Partia Demokratike e ka garantuar gjithmonë. Një gjë e kemi të sigurt sepse kemi liderin që mban fjalën. Liderin e fjalës mbajtur, kemi Sali Berishën. Asnjë pikë djerse nuk do t'i iki kot asnjë demokrati. Të nderuar miq, sot kjo qeveri nuk e them unë, nuk është dëshira ime, nuk është thjesht qefi jonë, por është një fakt konkret. Kjo qeveri është në ditët e fundit. Kjo qeveri ka rënë, institucionet ka rënë, kryeministria ka rënë. Sa kohë është bërë që nuk e shikojmë Edi Ramën me gjithë hajdutët e tij të vi dhe të mbaj një fjalë përballë qytetarëve, po flet vetëm përballë patronazhistëve. Kam një thirrje për disa patronazhistë për cilët u informova sot se policia kishte merak të na sillte ndonjë këtej rreth e përqark.
ne nuk bëjmë mbledhje me dyert mbyllura, ne i bëjmë takimet në shesh, i bëjmë mbledhjet me dyert hapura. Koha e dordolecëve politik që shpërndajnë sa ndej këtej për të mbajtur mantelin e pluralizmit apo të opozitarizmit, thjesht për të bërë lojën e qeverisë ka mbaruar. Për ne nuk ka asnjë debat tjetër politik, për ne s'ka asnjë debat tjetër përveç një dhe i vetëm. Përballje vetëm me qeverinë, vetëm me Edi Ramën. Është ai problemi, nuk janë hajdutët e tij të vegjël. Ju them këtu, mund të jem një nga njerëzit që e ka denoncuar më shumë Belinda Ballukun. Dhe po ja them sot këtu është një fakt konkret. Lubia ka vjedhje sa të duash në Kurriz, por tuneli i Llogaras është vepër direkte e Edi Ramës. I vetmi takim i Edi Ramës me operator të huaj, me operator ndërkombëtar që do të merrnin projekte dhe tendera në Shqipëri, i vetmi takim që ai ka qenë pjesë dhe ka drejtuar, ka qenë pikërisht takimi me turqit. Belinda Balluku nuk i njihte turqit, turqit i njihte Edi Rama. Ndaj i kërkoi anullimin e projektit të parë që ta ripërsëriste po me një ndryshim të vogël, fare të vogël. 50 milion euro ndryshim. I njëjti projekt e ndërton e njëjta kompani, por 50 milion euro ndryshim për t'ia dhënë miqve të tij në Turqi. Ajo ishte vetëm fuqia e Edi Ramës. Askush tjetër nuk anullon dot projekte, askush tjetër nuk sjell operator ndërkombëtar përveç kryeministrit. Për ta mbyllur, miqtë e mi, është e rëndësishme të mos harrojmë. Ndërtimi në Shqipëri, kullat në Shqipëri janë simboli i pastrimit të parave të karteleve. Jemi i vetmi vend në botë që sa herë shkojnë qytetarët te kryeministria blindohet, ndërsa kur vjen Sinaloa shtrohet tapeti i kuq. Kur vjen Sinaloa pihet kafe me kryeministrin. Kur vjen Sinaloa bëhen kazino, bëhen pallate. Vjen Drageta, ndërton 100 milion euro pallate në Tiranë. Vjen Sinaloa, kazino në çdo vend. Kur vijnë kartelet, hapet rruga. Vetëm te Akshi keni kartelin e qopjave. A e dini, miqtë e mi, që Akshi ka në dorë të gjitha të dhënat personale tuaja të fëmijëve tuaj. Çdo të dhënë, çdo llogari bankare, gjithçka tuaj e ka Akshi. Dhe kujt ja kishin dhënë ata? Kartelit të qopjave. Si mund t'japësh të dhënat personale të popullit tënd një karteli droge, një kartel që u kap dhe u konfiskuan 8 miliard euro, aq sa e kishte buxhetin Shqipëria. Dhe të gjitha ato para shkojnë në pastrimin e atyre kullave, në pastrimin e atyre miliona e miliona metra katror ndërtim, dhe prandaj 33 e këtij vendi nuk gjejnë dot mundësinë për të blerë një shtëpi. Ndaj të nderuar miq, koha e denoncimeve ka marrë fund. Sot është koha e përballjes. Dhe nga sot këtu ju kërkoj përzemërsisht të bëjmë gjithçka me familjet tona, me miqtë tonë, kudo që i kemi, në Shqipëri dhe kudo, t'i ftojmë të vinë ditën e hënë, jo për miting, për revolt, kundër korrupsionit, kundër Edi Ramës. Rroft Shqipëria, rroft shqiptarët, Zoti i bekov shqiptarët.